Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë Piro Vengu dha më tepër detaje rreth marrëveshjes së nënshkruar në sektorin e mbrojtjes mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Vengu tha se ka pasur përpjekje në zonën kufitare të Kosovës për të krijuar situata destabilizimi dhe situata që kërcënojnë rendin dhe sigurinë. Sipas tij, ne duhet të jemi shumë të vëmendshëm dhe vigjilent që t'i parandalojmë këtë situata. Kërcënimet mund të jenë të natyrës hibridë, krime kibernetike, sondazhe, elemente kësaj natyre që mund të krijojnë destabilizim. Gjithashtu kemi kërkuar që qeveria e Kosovës të raportojë të gjitha veprimet e saj me KFOR-in, tha Vengu në intervistë televizive. Pjesëtar italian, bullgar dhe maqedonas të batalionit kinetik të komandës rajonale perëndim të misionit të KFOR-it filluan trajnimin e përdorimin e helikopterit në veprimtarinë antitrazira. Përmes tij synohet përmirësimi i procedurave të hipjes dhe uljes nga helikopter, ndërsa personeli mbante pajisje crowd dhe route control. KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të vitit 1999 për të kontribuar në një mjedis të sigurt për gjithë njerëzit të komunitetit që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes në çdo kohë. KFOR-i punon në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë në rolet përkatëse. Si reagues të sigurisë duhet një njoftim zyrtar të lëshuar në rrjetin social Facebook. Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen pranon se zbardhja e fatit personave të zhdukur është prioritet në dialog. Sorensen shkroi në rrjetet sociale pasi vizitoi Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Ai tha se zbardhja e fatit personave të pagjetur është domosdoshmëri humanitare. Kjo është arsye pse personat e zhdukur janë prioritet për mua në dialog, shkroi Sorensen. Në Kosovë vazhdojnë të jenë të pagjetur 1600 persona të zhdukur me dhunë nga forcat serbe gjatë luftës fundit. Qeveria e Maqedonisë së Veriut merr masa për mbylljen e diskotekave jashtë standardeve teknike. Zëdhënësja e qeverisë Maria Miteva tha se 3 prej tyre nuk i plotësojnë kushtet e nevojshme teknike për të pajisur me licencë dhe për të funksionuar. Zëdhënësja e qeverisë tha se aktualisht janë duke u bërë inspektime dhe në 9 diskotekat të tjera që kanë marrë licencë. Vetëm 12 diskoteka në të gjithë vendin ka leje operimi, u konstatua gjatë kontrollit të inspektimit të tregut që bë pas zjarrit në diskotekën Puls të Koçanit, ku humbën jetën 59 persona, kryesisht të moshës 14 dhe 25 vjeç. Bota. Ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić konfirmoi për Dana se policia serbe zotëron armë zanore të quajtura topa zanor që nga viti 2021 janë në pronësi të Ministrisë së Punëve të Brendshme, por nuk janë vënë në përdorim, as nuk janë montuar në ndonjë automjet apo sistemin ton, tha Dačić për Danas. Merret Ministria e Punëve të Brendshme në Beograd është përballur me akuza se ka përdorur këto mjete ndaj protestave më 15 mars. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.